Kjo është një arritje serioze, rëndësishme për forcat demokratike, për opozitën. Kjo është një arritje e cila dëshmon se Edi Rama politikisht është i plagosur për vdekje dhe se kryengritja paqësore e opozitës me jehonën e saj të jashtëzakonshme ndërkombëtare ka luajtur rol shumë të rëndësishëm si në mbrojtjen e dinjitetit të shqiptarëve, në hedhjen poshtë të tezës raciste se shqiptarët janë të mbrojtur me korrupsion dhe nuk reagojnë, ashtu dhe me besimin dhe shpresën tek shqiptarët dhe partnerët tanë se Shqipëria ka një opozitë fuqishme, që përballet dhëm për dhëm me narkodiktaturën, me regjimin autoritar të Edi Ramës.